Egli, me fytyrën e skuqur dhe sytë që I digjnin nga acarimi, nuk mund të duronte më. Zemra I rritë fort nga nervozizmi dhe hapat e saj të shpejt drejt Jozit përçonin një vendosmëri që nuk kishte nevojë për fjalë. Ajo ndaloi përballë tij, shumë afër, duke e parë drejtë në sy me një shikim që e ngrinte vendin në heshtje. Çdo lëvizje e saj dukej si një shpërthim I përmbajtur për shumë kohë. Mos guxo kurrë më, Jozi, kurrë më, të përmendesh prindërit e mi. A e kupton? Ti nuk ke as të drejtën më të vogël, as guximin moral që të flasësh për ta, e aq më pak të më gjykosh mua për raportin që kam me familjen time. Shpërtheu ajo me zë të ngjyrur nga emocionet e forta. Jozi hapi gojen për të thënë diçka, por Egli ngriti dorën si për ta ndalur dhe vazhdoi pa I dhënë asnjë mundësi të fliste. Ti nuk e njeh jetën time, nuk ke qenë aty kur kam qarë netve vetëm, kur kam luftuar për të qëndruar e fortë, kur më ka munguar një përqafim. Ti nuk di asgjë për mua. Dhe është e neveritshme që përpiqesh të përdorësh atë pjesë më të ndjeshme të shpirtit tim si armë kundër meje. E ulët, pa ndjenjë. Tashmë jo vetëm zëri I saj, por edhe të dridhurat në trupin e saj tregonin sa thellë e kishte prekur komenti I Jozit. Banorët e tjerë filluan të mblidhen rreth tyre, disa në heshtje, të habitur nga fuqia e fjalëve, të tjerë me fytyra të tensionuara që tregonin se ishin të vetëdijshëm për rëndësinë e momentit. Je një njeri I ndyrë, Jozi. E po ta them drejt, I ndyrë. Sepse vetëm një njeri pa moral dhe pa shpirt përdor prindërit e dikujt si mjet për ta ulur, për ta fyer. Nuk ke as zemër e as mend për të kuptuar se çfarë do të thotë dhimbja familjare. Jozi përpiqet të ruajë qetësinë, por është I shokuar. Egli e shikon me përçmim, si dikë që e ka shgënjur më shumë se kushdo tjetër. Ti e quan veten burr, a? Po ku është burrëria jote kur lëndon një grua përmes plagëve të saj më të thella? Ku është burrëria kur I shkel ndjenjat e të tjerëve për një lojë të ndyrë? Duke e parë se ai nuk po reagonte, ajo I dha edhe goditjen e fundit. Para se të flasësh për mua, shiko veten në pasqyrë. Shiko se sa bosh je brenda. Pastaj, ndoshta, do kuptosh se nuk ke të drejtë të gjykosh askënd. Me një hap të fortë dhe një frymëmarrje të thellë, Egli u largua, duke lënë pas një atmosferë të mbushur me tension, ku askush nuk guxonte të thoshte asnjë fjalë. Heshtja që mbeti pas saj fliste më shumë se gjithçka tjetër. Loredana, me një buzëqeshje provokuese në fytyrë dhe një ton lozonjar, I afrohet Jozit ndërsa ai qëndron I ulur në cep të dhomës. Me zë të lartë, që të gjithë ta dëgjojnë, I thot me ironi, hajde, Jozi, mos u bëj I ftohtë eja të përqafoj, se e di që po më mungon. Ajo I hap krahët sikur ta ftoj për një përqafim të ngrohtë, por nga syt I lexohet qartë që është thjesht një lojë, një mënyrë për ta provokuar dhe për ta vënë në siklet përpara të tjerëve. Jozi e shikon me një buzëqeshje të lehtë, por të ftohtë, dhe ngrihet me ngadalë. Loredana, I thot ai me një ton të prerë, mos u lodh kot. Unë nuk kam asnjë interes tek ty, e di shumë mirë që ti po e bën për lojë, për show, por unë nuk jam pjesë e kësaj skeme tëndes. Ai bën një hap pas, duke shmangur përqafimin dhe vazhdon. Nëse mendon se mund të më provokosh ose të më bësh xheloz, je në rrugë të gabuar. Nuk më intereson çfarë bën, me kërri apo çfarë thua. Mua nuk më bën më as përshtypje. Loredana sforcohet të mbaj buzëqeshjen, por në sy I duket një nuancë bezdie. Ajo nuk e kishte pritur këtë reagim nga Jozi. Në vend që ai të reagonte, ai ja kthen ftohtësinë me indiferencë, dhe kjo e lëndon më shumë se sa një fjalë e rëndë. S'ka problem, I thot ajo, duke hequr dorën e shtrirë dhe duke u kthyer mbrapsht, nuk do të lutem unë për një përqafim. Ka plot të tjerë që do ta donin. Por të gjithë e kuptojnë se pas atyre fjalëve, ajo ndoshta kishte pritur një reagim ndryshe nga Jozi, një afrim, një shenjë se ende kishte ndikim mbi të. Ndërsa Jozi, I vendosur, vazhdon rrugën e tij, duke treguar se për të, loja e Loredanës nuk ka më asnjë efekt. Jozi, me një shikim të ftohtë dhe të vendosur në fytyrë, qëndron përballë Loredanës, e cila po përpiqet të afrojë me një ton të butë dhe një buzëqeshje të sforcuar. Ajo I afrohet ngadalë dhe I thot, Jozi, pse po sillesh kështu? Po përpiqem të flas me ty, të shoh në sy, por ti më largohesh. Por Jozi nuk tundet. Ai e shikon për pak sekonda, pastaj hedh syt anash sikur po kërkon një dalje.
Me një ton të qetë, por të prerë, i thot, Loredana, mjaft. Nuk kam më durim për këto lojra. Nuk jam këtu për të bërë pjesë e skenave që ti sajon çdo ditë. S'mund të më afrohesh vetëm kur të intereson ty dhe pastaj të sillesh sikur s'ka ndodhur asgjë. Loredana mbetet për një moment pa fjalë, si e shtangur. Ajo përpiqet të ruajë qetësinë, por në sytë e saj duket qartë që nuk e ka pritur këtë reagim kaq të ftohtë. Thjesht doja të flisnim si njerëz, mërmërit ajo, por Jozi e ndërpret, s'ka më për të folur. Më mirë të më lësh vetëm. Ti mund të bësh ç'të duash, por unë nuk kam më interes për asgjë që vjen nga ty. Ai kthen shpinën pa e parë më dhe largohet me hapa të ngadalë, por të sigurt. Loredana e ndjek me sy ndërsa ai futet brenda në dhomë dhe mbyll derën pas vetes pa thënë asnjë fjalë tjetër. Ajo mbetet vetëm në korridor, duke e kuptuar se Jozi nuk e pëlqen më dhe se ai ka vendosur ta lërë mënjan çdo afrim nga ajo. E gjithë skena është një goditje për Loredanën, e cila tani duket se po kupton se loja ka marrë fund dhe se Jozi nuk është më i gatshëm të luajë me ndjenjat e saj. Jozi, i nervozuar dhe me ton zëri të ngritur, i afrohet Eglit në oborin e shtëpisë ku atmosfera është bërë e tensionuar. Ai e shikon drejt në sy dhe i thot, Egli, ti nuk ke as pak respekt për prindërit e tu. Sjellja jote është e papërgjegjshme dhe e turpshme. Të kam parë disa herë duke bërë të njëjtin gabim dhe sërish vazhdon sikur asgjë s'ka ndodhur. Egli ngrim për një moment, e befasuar nga mënyra e drejtë për drejtë dhe e ashpër e Jozit. Ajo i ngre vetullat dhe i kthehet me ton të lartë, mos guxo të përmendësh prindërit e mi. Ti nuk e di asgjë nga ajo që kam kaluar unë. Mos më gjyko si të isha ndonjë njeri i pashpirt. Por Jozi nuk tërhiqet. Ai tund kokën dhe vijon, unë e di shumë mirë se çfarë po ndodh. Ti po i shgënjen njerëzit që të duan. Dhe më vjen keq ta them, por je duke përsëritur të njëjtat gabime që ke bërë më parë. A nuk mjaftuan herët e tjera që të mësosh diçka? Egli, e prekur thellë dhe e zemëruar deri në palc, fillon të lëviz me nervozizëm, ndërsa syt i mbushen me lodh. Mjaft. Nuk kam nevojë për moral nga ti, Jozi. Ti nuk e di as çfarë ndjeja as çfarë kaloj çdo ditë këtu. Mos më bëj më të ndihem si një njeri i pavlerë. Debati vazhdon edhe për disa minuta me tension të lartë, ku të dy nuk përmbahen dhe shpërthejnë me fjalë të forta. Atmosfera përreth tyre ngarkohet, ndërsa banorët e tjerë fillojnë të vëzhgojnë me shqetësim situatën që po përshkallëzohet. Egli, me fytyrën e skuqur dhe sytë që i digjnin nga acarimi, nuk mund të duronte më. Zemra i rritë fort nga nervozizmi dhe hapat e saj të shpejt drejt Jozit përçonin një vendosmëri që nuk kishte nevojë për fjalë. Ajo ndaloi përballë tij, shumë afër, duke e parë drejt në sy me një shikim që e ngrinte vendin në heshtje. Çdo lëvizje e saj dukej si një shpërthim i përmbajtur për shumë kohë. Mos guxo kurrë më, Jozi, kurrë më, të përmendësh prindërit e mi. A e kupton? Ti nuk ke as të drejtën më të vogël, as guximin moral që të flasësh për ta, e aq më pak të më gjykosh mua për raportin që kam me familjen time. Shpërtheu ajo me zë të ngjirur nga emocionet e forta. Jozi hapi gojen për të thënë diçka, por Egli ngriti dorën si për ta ndalur dhe vazhdoi pa i dhënë asnjë mundësi të fliste. Ti nuk e njeh jetën time, nuk ke qenë aty kur kam qarë netve vetëm, kur kam luftuar për të qëndruar e fortë, kur më ka munguar një përqafim. Ti nuk di asgjë për mua. Dhe është e neveritshme që përpiqesh të përdorësh atë pjesë më të ndjeshme të shpirtit tim si armë kundër meje. E ulët, pa ndjenjë. Tashmë jo vetëm zëri i saj, por edhe të dridhurat në trupin e saj tregonin sa thellë e kishte prekur komenti i Jozit. Banorët e tjerë filluan të mblidhen rreth tyre, disa në heshtje, të habitur nga fuqia e fjalëve, të tjerë me fytyra të tensionuara që tregonin se ishin të vetëdijshëm për rëndësinë e momentit. Je një njeri i ndyrë, Jozi. E po ta them drejt, i ndyrë. Sepse vetëm një njeri pa moral dhe pa shpirt përdor prindërit e dikujt si mjet për ta ulur, për ta fyer. Nuk ke as zemër e as mend për të kuptuar se çfarë do të thotë dhimbja familjare. Jozi përpiqet të ruajë qetësinë, por është i shokuar. Egli e shikon me përçmim, si dikë që e ka shgënjur më shumë se kushdo tjetër. Ti e quan veten burr, a?
po ku është burëria jote kur lëndon një grua përmes plagëve të saj më të thella? Ku është burëria kur i shkel ndjenjat e të tjerëve për një lojë të ndyrë? Duke e parë se ai nuk po reagonte, ajo i dha edhe goditjen e fundit. Para se të flasësh për mua, shiko veten në pasqyrë. Shiko se sa bosh je brenda. Pastaj, ndoshta, do kuptosh se nuk ke të drejtë të gjykosh askënd. Me një hap të fortë dhe një frymëmarrje të thellë, Egli u largua, duke lënë pas një atmosferë të mbushur me tension, ku askush nuk guxonte të thoshte asnjë fjalë. Heshtja që mbeti pas saj fliste më shumë se gjithçka tjetër. Egli, me një shikim të trazuar dhe zemrën që i rre fort, më në fund pranon atë që kishte kohë që përpiqej ta mohonte. Po, e pranoj. Kam ndjenja për Gjestin, thot ajo me një zë të dridhur, duke kaluar duart nëpër flokë, sikur po përpiqet të gjejë një mënyrë për të qetësuar mendjen e saj të stuhishme. Nuk e di se si ndodhi, nuk e di pse ndodhi, por më ka pushtuar. Po çmendem pas tij dhe nuk di çfarë të bëj. Ajo ndjen se po mbytet nga emocionet dhe fjalët i dalin nga goja pa mundur t'i ndaloj. Më pëlqen gjithçka tek ai, edhe pse e di që nuk duhet. E di që është gabim, e di që ai nuk më do dhe ndoshta nuk do të më doj kurrë. Ai nuk më shikon si unë e shikoj atë, nuk ndjen të njëjtën gjë si unë, por prapë, nuk mund ta ndaloj veten. Egli ndjen një lëmsh në fyt ndërsa kujton momentet kur Gjesti ka qenë pranë saj, kur e ka bërë të qesh, kur e ka ngacmuar, por edhe kur e ka lënduar. E shoh në sytë e tij nuk ka asnjë shkëndijë për mua. Nuk ka asnjë ndjenjë. Unë vetëm sa po gënjej veten me shpresën se diçka mund të ndryshoj. Por ai nuk do të më doj kurrë. Ai nuk më do dhe nuk do të më doj asnjëherë. Ajo kafshon buzën dhe mbyll syt për një moment, duke u përpjekur të mbledh veten. Dhe më e keqja është se, edhe pse e di të vërtetën, unë ende vazhdoj ta dua. Ende vazhdoj të mendoj për të, ende vazhdoj të pres diçka që nuk do të vijë kurrë. Jam e marrë që po lejoj veten të ndjej kështu për diçka që as nuk i intereson. Ajo ndjen një boshllëk të madh në shpirt ndërsa pranon realitetin. E vërteta është e hidhur, por sado që të përpiqet ta injoroj, sado që të përpiqet ta shtyp këtë ndjenjë, nuk mundet. Zemra e saj tashmë është e lidhur me diçka që nuk e ka dashur kurrë dhe ndoshta as nuk do ta dojë ndonjëherë. Gjesti ulet pranë Gertës dhe fillon të flasë me një ton të shqetësuar për Eglin. Ai tund kokën dhe pshertin thellë, duke dhënë përshtypjen se ka diçka që e mundon prej kohësh. Gerta, unë nuk e kuptoj fare më Eglin. Ajo nuk është në Terezi, po bën shumë gabime njëra pas tjetrës dhe nuk e kupton fare që po dëmton veten. Gerta, e cila e dëgjon me vëmendje, ngre vetullat dhe pyet me kurreshtje, çfarë do të thuash me këtë? Çfarë gabimesh po bën? Gjesti shtrëngon nofullat dhe shikon përreth sikur po kërkon fjalët e duhura. Ajo po sillet sikur nuk i intereson asgjë. Një ditë më afrohet, një ditë më largon, pastaj futet nëpër debate të kota me të gjithë dhe del gjithmonë keq. Nuk e kuptoj çfarë kërkon. Ose është shumë e pasigurt, ose thjesht po luan një lojë që nuk di ta kontrolloj. Gerta e shikon me dyshim dhe e pyet, po ndoshta thjesht është e ngarkuar emocionalisht? Ndoshta ka nevojë për mbështetje, jo për kritika? Gjesti qesh hidhur dhe tund kokën. Unë jam përpjekur ta ndihmoj, e kam këshilluar, i kam thënë të mos përfshihet në konflikte të kota, por ajo nuk më dëgjon. Në vend që të kuptoj që e dua për të mirën e saj, më sulmon, më bën të ndihem sikur unë jam armiku i saj. Nuk mund ta ndihmoj diçka që nuk do të ndihmohet. Gerta përpiqet ta qetësoj, ndoshta thjesht i duhet kohë. Ndonjëherë njerëzit nuk e kuptojnë menjëherë se kush ua do të mirën. Gjesti pshertin sërish dhe thot me një ton të lodhur, nuk e di, Gerta, por nëse vazhdon kështu, do të jetë vetë ajo që do të dëmtoj veten. Dhe unë nuk mund të bëj asgjë për ta ndalur. Biseda mes tyre vazhdon, por Gjesti duket i zhgënjur dhe i pavendosur për atë që duhet të bëj me Eglin. Gjesti shikon Eglin në sy me një shprehje të ftohtë dhe të vendosur. Ai merr frym thellë dhe tund kokën, sikur po përpiqet të gjejë fjalët e duhura për t'ia shpjeguar asaj situatën. Egli, dëgjo, fillon ai me një ton serioz, dua të jemi sinqert me ty dhe dua që ta kuptosh një herë e mirë. Unë nuk të dua.
Nuk kam ndjenja për ty në atë mënyrë dhe nuk dua të jap shpresa të kota. Nuk dua të fle me ty, nuk dua të krijoj diçka mes nesh, sepse nuk do të funksionoj. Kjo nuk është ajo që dua për veten time. Egli e shikon me një vështrim të tronditur. Sytë e saj mbushen me shgënjim dhe siklet, por ajo përpiqet të mos tregoj dobësi. Gjesti, pse po ma thua këtë tani? Më duket sikur po më largon qëllimisht. Ne kemi kaluar kaq shumë gjëra bashkë, dhe tani pa pritur më thua që nuk do më. I përgjigjet ajo me nervozizëm, duke mos pranuar ta pranoj atë që po dëgjon. Gjesti psheretin dhe kalon dorën në flok, i lodhur nga e gjithë kjo situatë. Egli, unë nuk dua të lëndoj, por është më mirë që ta dish të vërtetën se sa të vazhdojmë këtë lojë të pakuptim. Unë nuk dua të jem me ty dhe nuk dua të bëj më asgjë që mund të jap shpresa të rreme. Nuk është e drejtë as për ty, as për mua. Egli kafshon buzën, duke u përpjekur të përmbahet. Po mirë, nëse nuk më do, atëherë pse më dhe përshtypjen se ndoshta kishte diçka mes nesh? Pse nuk më largove më herët? Gjesti shikon anash, duke shmangur shikimin e saj për një moment. Sepse ndoshta edhe unë isha konfuz, ndoshta nuk e dija çfarë doja. Por tani e di. Dhe nuk dua të vazhdojmë më kështu. Nuk dua të lëndoj më shumë se kaq. Egli qëndron për pak qaste në heshtje, duke përpunuar fjalët e tij. Pastaj ajo ngrin, merr një frym të thellë dhe thot me një zë të dridhur, por të fortë, "Në rregull, Gjesti. Nëse ky është vendimi yt, unë nuk do të ndjek më. Nuk do të lutem dhe nuk do të kërkoj më. Ti e ke bërë të qartë. Tani e di ku qëndroj unë." Ajo largohet, duke mos i dhënë asnjë mundësi tjetër për të folur, ndërsa Gjesti mbetet aty, duke e vëzhguar me një ndjenjë të çuditshme boshllëku dhe lehtësimi njëkohësisht. Egli, e mbushur me nervozizëm dhe shgënjim, shikon drejt Gjestit me një vështrim të ashpër dhe plot inat. Ajo nuk e përmban më veten dhe shpërthen në fjalë të ashpra ndaj tij. "Ti je njeriu më i keq që kam njohur ndonjëherë, Gjesti." I bërtet ajo, duke tundur kokën me neveri. "Ti nuk di të bësh asgjë tjetër përveç se të luash me njerëzit, të tallesh, të manipulosh dhe t'i çosh të tjerët drejt çmendurisë. Unë nuk e kuptoj si kam duruar kaq gjatë me ty." Gjesti e shikon me një buzëqeshje ironike, por Egli nuk e ka as pak me të qeshur. Ajo është e lodhur, e raskapitur nga lojrat e tij dhe nga mënyra se si ai e trajton. "Unë nuk jam kukulla jote, nuk jam dikush me të cilin mund të tallesh sa herë të doj qefi yt. Ti e di shumë mirë si të luash me ndjenjat e të tjerëve dhe pastaj të sillesh sikur nuk ke bërë asgjë. Por më beso, Gjesti, unë nuk do ta lejoj më këtë." Ajo kalon duart në flok, duke marrë frym thellë, sikur po përpiqet të qetësohet, por e ka të pamundur. "Ti më ke futur në çmenduri. E kupton? Ti më ke bërë të dyshoj në veten time, më ke bërë të ndihem sikur unë jam problematika, kur në fakt je ti ai që nuk di të sillet si njeri i pjekur. Ti je një lojtar, një manipulues dhe një njeri i pamëshirshëm. Dhe e di çfarë? Nëse vazhdon kështu, do të përfundosh vetëm, sepse askush nuk do të durojë këtë sjellje tënde përgjithmonë." Gjesti vazhdon ta shikoj me një qetësi të frikshme, sikur fjalët e saj nuk kanë asnjë ndikim tek ai. Kjo e bën Eglin të shpërthej edhe më shumë. "Ti mendon se mund të më çmendësh, mendon se mund të më bësh të ndihem keq e të më manipulosh, por unë nuk do ta lejoj më. Ti nuk je askush i për mua. Nuk ke më asnjë vlerë në sytë e mi. Dhe tani, më lë rehat, sepse nuk dua të kem më asnjë lidhje me ty." Ajo kthehet me nervozizëm dhe largohet, duke e lënë Gjestin pas, i cili ende nuk reagon. Ai vetëm e ndjek me shikim, si dikush që e ka marrë tashmë vendimin për të mos u prekur nga fjalët e saj. Jozi refuzon Loredanën me një qëndrim të ftohtë dhe të prerë, duke i bërë të qartë se mes tyre nuk mund të ketë asgjë më shumë. "Loredana, nuk ka asnjë shans që unë të jem me ty, ti nuk je vajza që unë kërkoj", i thot ai me një ton të vendosur, duke e parë drejt në sy. Loredana, e cila nuk e priste një reagim kaq të ashpër, mundohet ta kuptojë se çfarë po ndodh. "Po pse, çfarë ka ndodhur? Deri dje ishim mirë." I përgjigjet ajo me habi, por edhe me nervozizëm. Jozi tund kokën dhe buzëqesh me ironi.
Të duket se ishim mirë? Ti gjithmonë përpiqesh të manipuloj situatat për të dalë e pastër, por unë nuk jam budalla. Nuk mund të qëndroj pranë dikujt që nuk është e sinqert. Loredana mërzitet dhe mundohet të justifikohet. Nuk është ashtu siç mendon ti, thjesht ndonjëherë më keq kupton. I thot ajo, duke tentuar të shpjegoj sjelljen e saj. Por Jozi nuk ndëron mendje. Nuk është punë keq kuptimi, Loredan. Unë të njoh mirë dhe e di që nuk je vajza e mirë që mundohesh të tregosh. Ti e përdor çdo situatë për interesin tënd dhe unë nuk mund të duroj këtë më. Atmosfera mes tyre bëhet e tensionuar. Loredana ndihet e lënduar nga fjalët e tij dhe përpiqet të ruajë qetësinë, por duket qartë se refuzimi i Jozit e ka prekur. Në rregull, nëse kështu mendon, nuk kam çfarë të them më, përgjigjet ajo me një ton të akullt, duke u larguar me nerva. Ndërsa ajo largohet, Jozi merr një frymëmarrje të thellë dhe mërmërit për vete, më mirë vetëm se me dikë që luan lojra. Gjesti, i ulur në një qoshe të heshtur, fillon të mendoj me zë të ulët, duke folur me veten e tij. Ai ndjen një ngarkesë të madhe emocionale që nuk po e lë rehat. Pse ndodh kjo me mua? Pse sa herë që e shikoj Eglin, ndjej diçka të fortë brenda vetes? E dua apo thjesht më pëlqen të luaj me të? Pyet ai veten, duke kaluar gishtërinjtë në flokët e tij me nervozizëm. Ai merr një frymëmarrje të thellë dhe shikon përreth, duke u siguruar që askush nuk po e dëgjon. E vërteta është se kam ndjenja për të. Po, e pranoj. Por diçka më ndalon. Nuk e di çfarë është, por diçka më bllokon, më pengon të shkoj deri në fund me të. Mbase frika? Mbase krenaria ime e mallkuar? Vazhdon ai, duke përplasur duart me nervozizëm në gjunjë. Ai kujton të gjitha momentet që ka kaluar me Eglin, buzëqeshjet, debatet, lojrat, momentet e tensionit dhe ato të afërsisë. Ai kujton mënyrën se si ajo e shikon ndonjëherë, si të donte të depërtonte në shpirtin e tij dhe kjo e frikson. Ajo më shen ndryshe nga të tjerët. Ajo ndjen diçka për mua, e di këtë. Por unë? A mund të jemi sinqert me të dhe me veten time? Pasi qëndron për pak kohë në heshtje, ai lëshon një pshërtim të thellë dhe tund kokën. Jo, nuk mund të lidhem me të. Apo ndoshta mundem. Por çfarë nëse pastaj gjithçka shkatërohet? Çfarë nëse ajo nuk është ajo që unë mendoj? Gjesti shikon larg, sikur po përpiqet të gjejë një përgjigje në ajër, por asgjë nuk duket e qartë. Ai e kupton që pavarësisht të gjithave, Egli nuk është një vajzë e zakonshme për të. Ajo ka arritur të ndikojë në ndjenjat e tij më shumë se sa ai është gati ta pranojë. Me një buzëqeshje të hidhur, ai pëshpërit, nuk e di çfarë po ndodh me mua, por diçka është e sigurt. Egli nuk më është e huaj. Dhe kjo më tremb më shumë se çdo gjë tjetër.